من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Të nderuar të pranishëm në këtë varim, e nderuara familje, rahmetliut a Gjifajikut, ju gjithë që keni ardhur mi adhon selamin e fundit vllaut ton, duke kry këtë detyrë dhe obligim që ka besimtari ndaj vllaut ti besimtar në këtë dynja. Ajo është me eshtin dhe me mblu me dhe pastaj me bo dua për te. Shpesher në bon vakina me shkuna për vareza. Dhe rrallë herë, dikush në kujton neve pse vim këtu. Cili është qëllimi i ardhjes në vareza për cjelljen e vdekurve tonë dhe mbulimin e tyre me dhe. E pa të vllazni, që nga momenti kër e shtim agjiu në dhe, edhe mblu me ponica, nuk shkon shumë minuta edhe umblu. Edhe unë që i foli. Edhe ti që ndëgjon. Edhe me ne e njëjta gjë ka me ndodh. Sekunda në pyetje, minuta në pyetje, mblu është me dhej. Rrimna edhe pak për me bo dua që Allah të ndihmoje të forcoje në përgjigjet që vinë me laqet dhe e parashtrojnë. Ato përgjigje që o gjallartë shpesh herë në përvarime të ndryshme i thënë të vdekurit: o besimtar, o Gjifajik i biri filonit e filonës, kujtoj e marrveshjen që e ke bo me Allahun dhu xhelal. Kur të pyesin kush është Zoti jot, thuj Allahu është Zoti jem. Kush është feja jote, thuj Islami është feja jeme. Kush është pejgamberi yt, thuaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kjo ndihmes, kjo asistencë që dojnë hoxhallarët mja bo të vdekurit në këtë moment, nuk ka mundësi me i bo dobi nëse a i vetë sa ka qenë gjallë, nuk e ka ditë se Allahu në ka Zot, e Islamin e ka fe, e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka pejgamber të ti. Jo dituri teorike, jo dituri si përfaqësore, por në Islam dituria që kërkohet është bindje, yakin, që t'jesh i bindun se Allahu është Zoti i gjithësisë dhe vetëm çka vendos ai ndodh, dhe vetëm çka nuk don ai me ndodh nuk ndodh. Kesh bindje vendosur se Islami është fe e vetme e pranuar të Allahu, dhe kushdo që kërkon jashtë e Islamit zgjidhje, rrugdalje, ai nuk ka me gjetë zgjidhje dhe rrugdalje. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vule e pejgamberëve dhe rruga e tij është e vetmeja rrugë që çon në xhenet. Kush e ndjek atë dhe sunetin e tij, ai ka siguru se është në udhën e vërtet, e cila udhë fundin e ka në xhenet. Kush ndjek rrugë tjetër veç rrugës së tij, le t'i thot çka t'i thot vetes së tij, ai nuk mrin në xhenet. E dashur vllazën, na para vetes e kemi një besimtar, që edhe në xhami krye imami i Miftinisë së Shkupit e përmendi. Po dhe nga ajo që kemi njoft na për afër, edhe nga djali i tij, po edhe nga nipat e tij, e kemi kuptuar që ka qenë një besimtar që zemra e tij ka qenë e lidhur për xhami. Dhe prej gajleve më të mëdha që ka pas në jetë, ka qenë kujdesi për xhami. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: 7 llojet e njerëzve kanë me hi në hijen e tij. A di që s'ka hije tjetër veç hijes së tij? Edhe njëri prej tyre ka përmend: wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, njeriu që zemra e tij ishte e lidhur për xhami. Jo vetëm u kujdes në aspektin e pastërtisë së xhamisë, jo vetëm me e mirëmbajt xhamin, po e ka marrë përsipër edhe rolin e imamit, rolin e muezinit, dhe ka shërby xhamin, e ka qel edhe e ka mshel, dhe e ka mundsu besimtarëve me ardhë me fal namazin me xhamat. E imam lloku dhe muezin lloku, që shpesh herë xhamati thot abe punë e lehtë është, nuk është zamet. Mirë po askush për neve se ne merr përsipër. Pse? Se duhesh me konë i lidh për xhamin. Për një me është e lehtë 10 minuta, 20 minuta,
ama 5 herë në ditë, shko eja. E me pas këtë mundësi, këtë nder, me qenë shërbim xhamis, dush me koni zgjedh për Allahu dhu xhelal. E agjia mas e ka bo vullnetarisht këtë punë, kjo tregon se zemra e tij ka qenë e lidhur për xhami. Edhe kjo ka me ngrit atë ndërregjet të Allahu dhu xhelal. Po puna e ezanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thëjke me konë që duhet me dhon pare, por me fitu vendin e muezinit, ja vlen me dhon pare. Jo me shku me marr pare për ezan, po me dhon pare me thirr ezanin. Pse? Shpërblimin e madh që e fiton. E cili është e shpërblim? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që na tash folim, edhe këtu janë njerëzit. Ama këtu përveç njerëzve ka krijesa tjera me laçe gjithsesi, po edhe pem, edhe zogj, edhe dru. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë që dikush për juve e thirr ezanin, çdo gjë që e ndëgjon atë ezan, qoftë njeri apo kafsh, apo zog, apo bim, ai ka me qenë dëshmitar për ty ditën e kiametit. E tash, jo një ezan, po 5 ezane në ditë. Jo një ditë, po vite me radhë. E kuptoni vllazni se si Allahu dhu xhelal don neve, mu edhe ty, se si për neve, don mja letu hyrjen xhenet. Aq bukur e ka sistematizu jetën e besimtarit, që ti veç ndjek trajtoren, ndjek rrugën, ndjek i shenjat në rrugë, edhe në xhenet ki me mri vetë ju. Pa të shti kërkosh, pa të ngrej kërkosh, veç hip në atë udhë edhe veprosi pas udhëzimeve dhe rekomandimeve që i ki. Nëse ezani ka të sevape, imamllëku ka sevape, namazi me xhamat 25, 27, një vepër e mirë, një me 10, 70, 700, shumë fish pa kufi. Pa e kuptoni se Allahu dhu xhelal sa rahmet ndan për ditë. Me miliarda njerëz besimtar. Sot zyrtarisht në botë ka 2.2 miliard musliman. Nëse këtë ata i kryjnë obligimet fetare, këtë ata i ka plon rahmeti Allahu dhu xhelal, e kjo rahmet që ka marra mendës. Mire po, kjo rahmet që është këtë botë vllazni, është një hise e rahmetit Zotit. Vesh një hise. E Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka 100 hiset rahmetit tij. E një e kalon dunjë. E 99 nga rahmeti i tij i ka rezervu për ahiret. Edhe ky hadith sipas meje është hadithi më shpresdhënës për çdo secilin musliman. Çka do të thonë ky hadith? Na dalin prej kësaj bote ku ka qenë e pranishme një hise rahmeti i Zotit dhe ka rahmet mes njerëzve. Ja, sikur se edhe na e kemi dëshmu, kena ardhë me bo dua për rahmet liun, nga rahmeti Allahu që ka shumë zemrat tona, e na kena pas dashnia dhe respekt për këtë vlla tonin, mik tonin, koshi tonin, akraba tonin, xhamat tonin, se cilin në pozicionin e vetë. E tash, ky kalon nga kjo botë në atë botën e ahiretit që nga kjo natë e vorit, deri në ringjallje. E pastaj ringjallje, aty e presin 99 hiset rahmetit Zotit. Shpresa është e madhe vllazni. Na duhet me kuptu një gjë. Une që foli, edhe këtë na. Na duhet me dasht Allahun. Jo mu frikë për ti. Me dasht. Se të mira që na jep Allahu janë pa kufi. Falën që na jep Allahu është marramense. Mundësi që na jep Allahu janë të pandashme. Që kjo Ramazan që jemi të jetu. Që e veç mo edhe pak ishtë edhe nesër edhe mo përfundon. Është mundësi o vllazni mi fitu dy gjana. Me rrit kontën e sevapeve, ne që kina pas, i kina lënë masdore dhe punë, ta ka dhënë Ramazanin që ti me mush me sevape thesin, që ki lënë bosh, që si koni vëmendshëm, si koni kujdesshëm, se ki falë namazin. Ta ka dhënë mundësin me mush thesin që ki pas bosh. Atë thesin qëtër që ki mush me gjunahe. A këtë na bëjmë gjunahe. Ditën dhe natën. E atë thes që ki mush me gjunahe, ta ka mundësun këtë Ramazan me e shpras. Pse që ku të vijë kështune, ku të vishte Allahu dhu xhelal, me pas vesh një thes me veti. Vesh thesin e sevapeve. Atë gjunaheve ka fshi Allahu dhu xhelal. O vllazni, me konë se na besejmë si duhet Allahun.
Në konë se ne I besojmë fjalët e Allahut si duhet. Nëse na kur e lexojmë Kur'anin, I besojmë asaj që thot Allahu në Kur'an, na jemi të bindun se besimtari atje e ka më mirë se këto. Jo veç na fukarat, po edhe miliarder me konë. Atje është më mirë se këto. Edhe kjo është ngushëllimi më I madh o vllazni. Kur I tha Allahu dhu xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a don me vazhdu me jetu ala në këtë botë? Apo don me shku në ahiret? Na me paskon kishim me thonë o Zot, zgat edhe pak. Kam jetu, po edhe pak du ta shijoj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, tha du me shku atje. Beli Rafiq al-Ala, tha du me shku atje. Sa atje është më mirë se këto. Sigurisht, se atje e pret Allahu dhu xhelal me shpërblimet e shumë fishtat e tij. O vllazër. Këtë jemi njerëz edhe kemi mangësi dhe gabime. Dy gjëra duhet I kemi parasysh. E para, ti ndreqim punë me Allahun dhu xhelal. Nuk s'është më rëndësi njerëzit a duan as duan, nëse me Allahun je I prisht. Nëse punë me Allahun I ke të prishta. E puna e dytë është të bëjmë halallëk me njëri tjetrin, të marrim halallëk për njëri tjetrin. A pse? A gjenderi para një javë kena pas muhabet me ne. Ama sot që është I dhej. Edhe kena mujt na me thonë një fjalë pa vend. Ka mujt ai me na thonë neve një fjalë pa vend. Ama gjëra që mu më kap shejtani e tham një fillaf pa vend. Ase ti të kap shejtani dhe thu një llaf pa vend, na kësham duhet me shku me përqafin një tjetrin. O ma bën halal. O ma falve. Njerë jam, gabova, shita. Sepse në këtë vend kur vendoset I vdekuri, tu mos ka halallëk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kërkoni halallëk se jeni gjallë. Kërkoni halallëk se jeni gjallë. Se atje halallëki nuk bëhet me llaf. Atje bëhet me sevap ose me gjunahe. E andaj I tham, gjanoje gjoksin, zgjeroje zemrën, shteje dashnin, largoje mlefin, largoje urrejtjen, largoje nervozën, edhe banu pishman çdo herë që ka bën. Edhe voti I pari që ja shtrin dorën vllaut tan, që e përqaf vllavin tan, që kërkon falje për vllaut tan. Sa jemi gjallë, e kur shkojmë, mos na jese gjeg, e mos shkojmë me mall. E pata, së nja thash. E pata, së ne përqafa. E pata, së ne putha mball. S'ka kuptim jetë o vllazni. Miliarda me pas. Nëse na nuk jemi të knaqur me Allahun dhu xhelal dhe nuk jetojmë bashkë të knaqur me një tjetër. Këtë kina me la. Këtë kina me la. A shpia, a kera, a toka, a male. Nuk ja vlen kur gjë. E na bëjmë dua dhe njëherë për këtë rahmetli unë këtu o vllazni. Edhe kjo është qëllimi I dytë pse vim natë vorët. E para është me kry obligimin me shtin dhej. E dyta është obligimin me bo dua. Allahu I madhëshëm e forcoft me përgjigjet e sakta në këtë moment kur I vinë me laçet dhe ja parashtrojnë pyetjet e veta. O Allah, forcoje me përgjigjet e tuaja të sakta. O Allah, ndihmoje në përgjigjen, në dhënien e përgjigjeve. O Allah, këtë varr që e vendosëm bëneni bashkë për bashkë xhenetit. O Allah, falja gjunahet eventuale që I ka pas. O Allah, ngritja gradat të larta në xhenet. O Allah, vorrin e Ti bëneni bashkë për bashkë xhenetit. O Allah, mundsoje ta shef vendin e vet ku e ka në xhenet. O Allah, bëne për robët Ty që është I binshëm ndaj Teje dhe që e ke marrë me zemër qetë me Ty, e mbuloje me mëshirën dhe bekimet e Tuja. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.